Po mirë, ky proces ka filluar para një viti e gjysmë dikon, siç e dini ju jeni kanë të informuar në çdo herë. Së pari ka qenë ajo faza e parë kur është domethënë kompletimi me dokumentacionet pacientëve të cilët kanë probleme me infertilitet. Pastaj kemi pas pak një ngecje me procedurët e tenderimit të 2 preparateve hormonale, të cilat ato janë të i kalu. Tash jemi furnizuar me gjitha preparatet hormonale, kështu që procesi ka ecë mirë, kemi konfirmime edhe shtatzanive të para. Do të thotë mirë është, por rastet, më thënë që janë rastet të rënda që kanë tentuar disa herë në klinikat private të bëhet intervenimet, i kanë bërë intervenimet e IVF, mirë po nuk kanë pas sukses. Tash jemi duke i trajtuar ato në klinikën tonë. Po, për pozitive është procedurë, IVF është procedurë, nuk mund të themi që sot janë bërë për shembull 3 transfere dhe 3 do të jenë shtatzana. Transferet janë tjetër procedurë, ndërsa deri te konfirmimi i shtatzanive shkon një kohë, do thotë merr një kohë. Transfere kemi disa, përmbi 10 transfere, mirë po konfirmimet e shtatzanive janë në fillim, domethënë 1-2 janë konfirmuar. Po shumë, interesimi është tepër i madh, është aq i madh saqë shpesh nuk po kem mundësi edhe gjitha të pranohen, po bëhet një klasifikim ngadalë që ndoshta duhet pritet një periudhë derisa të vinë deri te intervenimi, domethënë stimulimi i vezorëve dhe marrjave e qelizave vezë dhe deri te mbarësimi edhe transferi i qelizave, domethënë ndoshta pritet një kohë te pacientat. Po e kemi cek disa herë se 2 procedurat e para, domethënë 2 tentimet e para shkojnë janë falas në tërësi. Edhe intervenimi, po edhe preparatet hormonale. Ndërsa nëse ka nevojë të një pacient të shkohet me procedura tjera, 3, 4, atëherë do të jetë një kosto, po ende nuk është caktuar, do të jetë një kosto simbolike, me siguri shumë më pak se sa në klinikat private. Sa për afërsisht? Nuk e di saktësisht, po është pak, shumë simbolike, po jo shumë.